Publikimi një video në rrjetet sociale ku një 17 vjeçare dhunohet barbarisht nga 3 vajza përkatësisht të moshës 19 dhe 2 prej tyre 15 vjeçare në Fier, tronditi opinionin publik. Por për këtë ngjarje ka reaguar dhe policia e Fierit, institucion që për një muaj e ka mbajtur të fshetë këtë ngjarje të rëndë. Sipas policisë së Fierit, në datën 8 qershor 2026, një shtetase 17 vjeçare është paraqitur në komisariatin e policisë Fier së bashku me nënën e saj dhe ka kallëzuar se ishte dhunuar dhe filmuar në banesën e shtetases LL 19 vjeçe nga kjo e fundit dhe nga 2 shtetese të tjera. 3 vajzat e shoqëruar janë shprehur se e kishin ushtruar dhunë ndaj shoqes së tyre, shtetases së mitur 17 vjeçare për motive të dobta. Në përfundim të veprimeve hetimore, në datën 9/6/2026, materialet procedurale ju referuan prokurisë për veprën penale dëmtime të tjera me dashje në ngarkim të 3 shtetasve të mësipërme. Ndërkohë, policia e Fierit në deklaratën e saj ekspozon një tjetër standard të dyfisht, pasi njofton se në datën 28 qershor është arrestuar njëra nga 15 vjeçaret e përfshira në dhunimin e 17 vjeçares. Arrestimi i saj u bë pas kallëzimit të nënës së 15 vjeçares, e cila deklaroi se ishte dhunuar nga vajza e saj duke i shkaktuar dëmtime fizike. Pas procedurave përkatëse dhe bazuar në vlerësimin e autoriteteve kompetente, 15 vjeçaria e arrestuar është dërguar për trajtim në një institucion shëndetësor të specializuar për shëndetin mendor në Tiranë. Ndërkohë, ende nuk ka asnjë informacion se çfarë ka ndodhur sa i përket institucioneve me 17 vjeçaren që mbeti dhunuar. Nëna e saj është shprehur për mediat se vajza ka lënë shkollën dhe është e traumatizuar.